Në një linjë të drejt për drejt, kemi Anira Gjonin, specialiste e Institutit të Gjeoshkencës. Anira, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Atëherë, si parashikohet të jetë moti në vijim dhe në gjysmën e dytë të muajit qershor, sepse pas një starti me temperatura të larta, të paktën sot po shohim vranësira të paktën. Po, gjatë kësaj jave presim që të kemi një mot të paqëndrueshëm, kryesisht do të jetë në zonat kodrinore dhe malore, pasi presim që për gjatë ditës së sotme të kemi reshje të dobta, lokale dhe nuk shohim problematika me përjashtim të qarkut të Dibrës dhe të Kukësit, ku reshjet mund të jenë në formën e shtrëngatës, por do të jenë lokale dhe të dobta, e theksoj sërish. Sa i takon ditës e njëjtë dhe të premte, sërish do të kemi reshje lokale të dobta, por e theksoj kryesisht këto do të jenë në zonat kodrinore dhe malore. Temperaturat ashtu siç e kishim thënë që në fillim të muajit, 2 javët e para prisnim që të ishin me temperatura më të larta, ndërsa këto 2 javët e dyta të qershorit presim që sigurisht temperaturat të jenë të larta, por në vlera diku tek 2 gradë më të ulta se sa 2 javët e para të qershorit, pra ku arritën edhe temperatura shumë të larta. Sa i takon ditës së nesërme dhe deri në fund të javës, pra deri të dielën, presim që temperaturat minimale në Bregdet të shënojnë 22 gradë, ndërsa maksimale të shkojnë deri në 31. Në zonat e ulta presim që minimale të luhaten 19-20 dhe maksimale të shkojnë deri në 34, ndërsa në zonat malore presim që temperaturat minimale të shënojnë 14 dhe ato maksimale të shkojnë deri në 30 gradë. Në këto vlera do të luhaten për gjatë të gjithë ditëve në vazhdim, pra deri në fund të javës. Pra mund të jetë një mot optimal për plazh, por në anën tjetër valëzimi Anira dhe njëkohësisht era si parashikohet? Era pritet që të fryjë lehtë deri mesatare, sa i takon këtyre 2 ditëve nuk presim që të kemi problematika, pasi nuk presim për që të ketë erë të fortë, do të jetë deri mesatare dhe nuk shohim problematika të lidhura me elementin e erës. Anira, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan.